Shqipëria ndodhet në një krizë të thellë, e cila ka në themel mungesën e plot të legjimitetit të qeverisë aktuale dhe kreut të saj Edi Rama për disa arsye madhore. Së pari, është faktuar se kjo qeveri erdhi në pushtet me një farsë elektorale, duke dhunuar masivisht të zgjedhjet dhe duke bllokuar çdo hetim me skapin e tij të partisë të krimeve monstruoze kushtetuese elektorale. Së dyti, kjo qeveri si asnjë tjetër në Europë faktoi para shqiptarëve dhe botës se jo vetëm vjedh shqiptarët në mënyrë të papërmbajtur, por hajdutët e saj, Rama dhe Balluku, janë mbi çdo ligj në këtë vend, ndaj dhe përdoren 83 mandatet e krimit. 83 mandatet e krimit për të mbrojtur aferat e mëdha të korrupsionit. Një qeveri që nuk lufton korrupsionin dhe një qeveri që mbron korrupsionin, pavarësisht sa vota apo çfarë votë si i ka marrë ato, humbet legjimitetin e saj para qytetarëve. Nuk përfaqëson botën e krimit, përfaqëson antiligjin dhe meriton të largohet sa më parë nga pushteti. Së treti, kjo qeveri nuk ka asnjë legjitimitet sepse prej 70 ditësh në një protestë epike për Shqipërinë dhe Europën, dhjetra, qindra mijëra qytetarë shqiptar kanë protestuar dhe vazhdojnë protestojnë në rrugë dhe sheshet e Tiranës për orë të tëra, për probleme madhore, kundër politikave anti-shqiptare të shpopullimit të Shqipërisë, kundër politikave shkatrimtare të mjedisit dhe jetës në këtë vend, kundër vjedhjes masive të shqiptarëve nga qeveritarët dhe pavarësisht se zëri i tyre ka ushtuar fuqishëm në mbar botën, në të gjitha vendet e lira të botës, ka fituar mbështetje dhe simpatit jashtëzakonshme, sepse në vërtet e jashtëzakonshme ka qenë në shumë dimensione kjo protestë. Por Edi Ramën, në një akt të thjesht cinik është pak, por në një akt kriminal të pashembullt. Ata janë shumëzuar me zero. Ditë për ditë janë etiketuar në mënyrat më të pamerituara. Janë përdor mediat si hanxhar, ndaj tyre fyrje dhe poshtrime, po kështu dhe parlamenti.